Bashkë 2026, Johani, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, paqja e Krishtit të ngjallur në një botë të trazuar, klerit dhe popull shprestar, bij të shtrenjtë në Zotin. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur u shfaq përpara nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe udhëroi atë që bota nuk mund ta jap kurrë. Paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibret gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përcen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet në të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat të përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e sërneshmes mbulon popull të tërë. Pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit, paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund, dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund na trazojë? Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Mbi kryqin e Golgothas, Krishti u përball me të gjitha pasionet e njerëzimit. Lakmia e parave e tradhtoi nëpërmjet Judës. Smira e dorëzoi te Pilati. Krishti u ngjall. I e gëzuar Pashkët, po gjithë mira, me mbarësi, paqe në botë. Pashkë të bara beharin barë për të gjithë njerëzit. Është të gëzuara, Krishti u ngjall. Gëzuar Pashka dhe për shumë vjetë me mbarësi o Zotë. Mbarësi për të gjithë, inshallah, amin, të njerëzit kudo që janë. Vazhdoj. O Xhaxhi, të lutem do më vësh mua në... Urrejtja e gëzhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi të. Gëzuar Pashkët, gjithë shqiptarëve kudo që janë. Gëzuar. Për shumë vjetë gëzuar. Për shumë vjetë gëzuar. Pegati të penë me të
dhe fërkon nga paqe dhe të të Zotit. Ja këtu. Më falni, do na jepni një urim për Pashkën, ju lutem? Gëzuar Pashkët. Një urim për Pashkën? Është të mbara. Faleminderit. Se jashtë për figurat i gjem një të qeshur. Ja, shikoj bukur kampanja këtu me këtë. Jemi ansore, mo. Një urim për Pashkët, ju lutem? Urim për Pashkë. Një urim për Pashkët, ju lutem? Gëzuar, për shumë vjetë. Pashkë, gëzuara.
sekundë.